Përveç saj, shquhen edhe organizatat e tjera lobiste, si Lidhja Antifamatore, ADL, Instituti i Washingtonit për politikën në lindjen e mesme, YNEP, Kongresi Hebrej Amerikan, Forumi Politik Izraelit, Komiteti Hebre, Krishterët e Bashkuar për Izraelin, CUFI, Organizata Sioniste e Amerikës, ZOA, Forumi për Mbrojtje të Demokracisë, FDD dhe të tjera. Të gjithë këto organizata përbëjnë bërthamën e mbështetjes për Izraelin në SHVA. Antarët e tyre gjatë tërë vitit kanë ndikim të madh te antarët e Kongresit Amerikan, qeverisë amerikane dhe opinioni publik amerikan në tërësi. Përveç organizatave, ekzistojnë edhe individ që punojnë aktivisht për atë që politika e jashtme amerikane të ecë në drejtimin pro-izraelit, dhe ata janë pjesë e lobeve. Lobi izraelit në SHVA përfshin individ të njohur në pozita kyçe në sektorin publik dhe jo publik që bëjnë presion ndaj qeverisë amerikane që të pranohen qëndrimet pro-izraelite dhe pro-sioniste. Ndër individet të cilët gjithmonë dhe në çdo rast mbrojnë politikën e shtetit të Izraelit, politologët Mersmeyer dhe Walt numërojnë edhe gazetarin e ndjerë të The Washington Post, Charles Krauthammer, dhe profesorin e ndjerë të historisë në Universitetin e Princetownit, Bernard Lewis. Nuk është se të gjithë lobistët kanë qëndrime të njëjta. Disa prej tyre, si puna e sionistëve të krishterë, mendojnë se Izraeli duhet të mbajë të gjithë territoret e pushtuara palestineze.